Departamenti i Drejtësisë i SBA-s njofton se ka mbyllur 4 faqe interneti që dyshohet se përdoreshin nga grupe të lidhura me qeverinë iraniane për të publikuar informacione të hakuara dhe për të kërcënuar kritikët e regjimit. Ky veprim vjen në një kohë kur ekzistojnë shqetësime se lufta mes SBA-s dhe Izraelit me Iranin mund të zgjerohet edhe në sulme kibernetike. Një agjenci lajmesh e lidhur me Gardën Revolucionare Iraniane ka kërcënuar kompanitë teknologjike amerikane se mund të jenë objektiv, ndërsa një nga grupet e lidhura me Iranin, i përmendur nga Departamenti i Drejtësisë, duket se ka marrë përgjegjësinë për një sulm dhe një kompanie të teknologjisë mjekësore në Michigan javën e kaluar. Ndërkohë, zyrtar ushtarak amerikan deklarojnë se operacionet kibernetike kanë ndihmuar në dobësimin e komunikimeve të Iranit në orët e para të luftës. Faqet e mbyllura mbanin emra që përputhen me 3 grupe të dyshuara hakerash: Handala, Homeland Justice dhe Karma Below. Në dokumentet gjyqësore, FBI deklaron se të 3 grupet drejtohen nga Ministria Iraniane e Inteligjencës dhe Sigurisë dhe përdorin taktika të ngjashme për fshirë malware të ndërtuar posaçërisht. Departamenti i Drejtësisë thotë se 4 faqet përdoreshin për skema hakimi dhe represionin ndërkombëtar të sponsorizuara nga qeveria iraniane, si dhe për operacione psikologjike të synuara ndaj kundërshtarëve të regjimit. Faqet e lidhura me Handala dyshohet se janë përdorur për të marrë përgjegjësinë për një sulm shkatrues me malware dhe një kompanie shumë kombëshe me bazë në SBA që operon në teknologjinë mjekësore. Departamenti i Drejtësisë nuk e identifikon kompaninë, por javën e kaluar kompania Stryker raportoi një sulm kibernetik që shkaktoi ndërprerje globale. Eksperti i sigurisë kibernetike Brian Krebs shkroi në një blog se Handala duket se ka marrë përgjegjësinë për incidentin, i cili pretendohet të jetë në hakmarrje për një bombardim vdekjeprurës të një shkolle për vajza në Iran, për cilin vlerësimet e para sugjerojnë se SBA mund të ketë përgjegjësi. Stryker deklaron se sulmi ishte i kufizuar në sistemet e brendshme Microsoft dhe nuk preku produktet e saj për fshirë implantet mjekësore. CBS News ka kërkuar një koment nga kompania. Sipas Departamentit të Drejtësisë, Handala ka përdorur gjithashtu faqet e sekuestruara për të marrë përgjegjësinë për një sulm ndaj anëtarëve të një komuniteti hebre hasidik dhe për të publikuar emrat dhe të dhëna personale të punonjësve të forcave të mbrojtjes së Izraelit dhe qeverisë izraelite. Në një moment, grupi dyshohet se u ka bërë thirrje mbështetësve të Iranit të reagojnë ndaj këtyre personave. Po ashtu, Handala akuzohet se më herët gjatë këtij muaji ka dërguar emaile me kërcënime për vdekje ndaj disidentëve dhe gazetarëve iranian, të paktën njëri prej cilëve jeton në SBA. Një mesazh i zbuluar nga Departamenti i Drejtësisë pretendon se Handala ishte partnere me kartelin meksikan Jalisco New Generation dhe ofronte një shpërblim prej $250,000 për vrasjen e objektivit. Një nga faqet e tjera të mbyllura lidhej me Homeland Justice dhe dyshohet se është përdorur për të marrë përgjegjësinë për sulmin e bujshëm kibernetik të vitit 2022 ndaj qeverisë shqiptare. FBI deklaron në dokumentet gjyqësore se në kuadër të hetimit, një agent i infiltruar bleu një sasi të madhe të dhënash, vjedhura nga një përfaqësues i Homeland Justice, për fshirë karta identiteti shqiptare që duket se lidhen me incidentin e vitit 2022. Sulmi i fundit kibernetik ndodhi pas sistemit në Kuvendin e Shqipërisë, ku janë raportuar hakerime, kryesisht në komunikimet e deputetëve përmes adresave të emailit. Të gjitha bisedat dhe korrespondenca anëtarëve të korruptuar të Kuvendit gjatë muajve të fundit janë në duart e Homeland Justice. Ne jemi shumë afër jush se sa mendoni. A i keni strehuar vërtet ata vrasës fëmijësh? Ne do të sigurohemi që ky turp të mbetet me ju përgjithmonë, thuaj në një prej mesazheve të publikuara. Përveç publikimit në Telegram, disa deputetëve u është dërguar edhe një email kërcënues nga një burim i jashtëm, ku u paralajmërua që të mos klikojnë linqet ose skedarët bashkangjitur për të shmangur rreziqe për sigurinë e sistemit. Autoritetet amerikane kanë paralajmëruar prej kohësh për rrezikun e sulmeve kibernetike të sponsorizuara nga Irani. Irani është lidhur gjithashtu me përpjekje për të shtypur disidentët në SBA për vite me radhë, përfshirë disa plane të penguara për rrëmbimin ose vrasjen e gazetares iraniano-amerikane dhe kritike së regjimit Masih Alinejad, kontribuese në CBS News. Pas sulmit ndaj Stryker javën e kaluar, ish drejtori i Agjencisë për Sigurinë Kibernetike dhe Infrastrukturën, Chris Krebs, deklaroi për CBS News se fronti kibernetik i këtij konflikti është hapur zyrtarisht. Krebs shtoi në emisionin CBS Mornings se kufiri mes grupit Handala dhe qeverisë iraniane është shumë i paqartë.